Shqipëria luan një ndeshje teje të rëndësishme ndaj Andorës, e vlefshme për kualifikueset e botërorit. Kuqezinjt synojnë me çdo kusht fitoren, e cila mund të sigurojë fazën play-off. Trajneri Silvinho dhe stafi teknik kanë një ide më të qartë për lojtarët që do të zbresin në fushë dhe nuk pritet të ketë ndryshime të mëdha në krahasim me ndeshje të tjera. Në port, Thomas Strakosha është i sigurt, ashtu si edhe katërshja para tij. Në qendër të mbrojtjes pritet dyshja Berat Gjimshiti Arlinda Jeti, ndërsa në të djathtë Elseid Hysaj dhe në të majt Mario Mitaj. Dyshimet më të mëdha janë për mesfushën, ku pritet të luajnë Aslani dhe Shehu, ndërsa ka balotazh mes Medon Berishës dhe Qazim Laçit. Në sulm, Rejmanaj duket i padiskutueshëm në qendër, ndërsa Armando Broja pritet të luajë në të djathtë. Në të majt ka balotazh mes Myrto Uzunit dhe Arber Hoxhës.